Mario Mitaj nuk po kalon periudhën më të mirë të mundshme me Al Ittihadin. 22 vjeçari është sakrifikuar disa herë duke përfunduar në tribunë për shkak të numrit të lojtarëve të huaj që lejohen në Arabinë Saudite. Sot do të jetë një ndeshje mjaft delikate pikërisht përballë Al Hilalit. Mitaj duket se ka zbuluar vendimin e trajnerit Sergio Conceição për ta përfshirë në ndeshje. Kështu edhe ka shpërndar posterin e personalizuar për sfidën Al Ittihad Al Hilal. Sfida do të nisë në orën 20. Kujtojmë se në 2 ndeshjet e mëparshme të kampionatit Mitaj ndodhej në tribunë. Ish trajneri i Milanit nuk e konsideroi në debutimin e tij.